Ekrem Spahia rikthehet si pandehur në procesin e kryengritjes së armatosur të 14 shtatorit. Pranë gjykatës së Tiranës ka rinisur sot procesi me paraqitje në proces të disa prej të akuzuarve si Ekrem Spahi, Antoneta Amalja dhe Alfons Zeneli. Spahia rikthehet si pandehur në proces pas një ndërprerje prej 4 vjetësh për shkak të statusit të tij si deputet në vitet 2001-2005. Megjithatë, edhe seanca e sotme në gjykatë u shtypur mungesën e prokurorit të çështjes. Në një deklaratë publike, kreu i PLL Spahiu ka reaguar duke cilësuar këtë veprim me motive të qarta politike dhe me synime të errta sipas tij për të goditur majorancën qeverisëse. Janë me vjetra të akuzuar në këtë proces, i cili zëfill në vitin 1999 më 14 shtator, vetëm 2 ditë pas vrasjes së deputetit të Partisë Demokratike Azem Hajdari, ku turma njerëzish sulmuan institucionet kryesore të shtetit. Mbi të pandehurit rëndon akuza për kryengritje të armatosur. Kryengritja e 14 shtatorit ka 3 dosje për gardën, gazetarët dhe qytetarë të thjesht. Për këtë ngjarje nuk ka asnjë të dënuar, megjithse gjykata e Tiranës i është rikthyer këtij gjykimi disa herë.